Nëse erdhët e tregimi I ditës, do flasim për listat, për çfarë tjetër flitet këto kohë. Gjithsesi tashmë ato janë mbyllur, janë shpallur të hapurat dhe të mbyllurat, puna ka nisur, pak a shumë gjithçka është e qartë. Ndoshta është në hapat e fundit që disa prej atyre kandidatëve që janë në listat e hapura po tërhiqen, por nuk ka më ndryshim loje. Dje ndodhën ndryshimet e fundit para S12, pra ishte Darsula I cili u largua përfundimisht nga partia e Berishës dhe shkoi në partinë e re të Lapajt. Ka përshtypjen edhe një vajzë, Alessia Balliu, ka vajtur edhe ajo te Lapaj. Do të shohim aja ka vlejtur kjo që bën, edhe pse pak a shumë secili ka bagazhin e vet të votave dhe Sula është një prej tyre, Alessia gjithashtu është një vajzë që I thot të gjitha dhe ku I dihet njerëzit I pëlqejnë ata që flasin, pra mbase bën mirë që e bën këtë lëvizje në momentet e fundit, nuk I dihet. Ka të tjerë të cilët kanë shprehur zhgënjim, por me kujdes, siç është Petra Koçi, një njeri I cili mbas një kohë gjatë në Partinë Socialiste u vendos në listat e hapura, me sa duket kjo gjë ju duk pa drejtë, pa vend të tjera, ai e di se si dhe bëri një letër shpjeguese të kujdesshme, po duke I thënë të gjitha në një farë mënyre. Nuk e di çfarë do ndodhi me të tjerë persona të Partisë Socialiste, të cilët janë në listat e hapura dhe nuk e prisnin ose nuk e pëlqejnë këtë fakt. Dhe nuk e di çfarë do të ndodh me të tjerë personazhe të Partisë Demokratike, të cilët janë në listat e hapura dhe përsëri nuk e prisnin dhe nuk e din këtë fakt. Gjithsesi, loja ka nisur. Tani nuk ka më vend për ndryshime, tani ka vetëm vend për të vazhduar përpara dhe këtë po mendoja, nuk e kuptoj këtë momentin kur ti largohesh, po jepi edhe një shans vetes. Domethënë kaq apo ti e di që s'ke asnjë shans për të fituar dhe e vetmja mundësi që do të mbante te fitoria është përfshirja në listën e mbyllur dhe ky është gënjimi I madh. Domethënë, nuk e di, unë mendoj që njeriu do ta provojë me të gjitha mënyrat, por mbase nuk e di ata që të rriqen, mbase janë të qartë që nuk kanë asnjë vot dhe kjo është një gjë që nuk I bën der, sepse kanë qenë në këtë parti, kanë marrë prej këtyre partive, tani do duhet kthejnë. Gjithsesi puna e tyre. Por më bëri përshtypje sot kryeministri Rama, ndërsa foli për disa prej personazheve në listat hapura të mbyllura dhe përmendi për shembull si shembull më të rëndësishëm të listës të hapjes madhe të PS-s, ai përmendi Neo Malsoren, një vajzë që e njohim, unë e njoh prej kohësh, Marianën, e cila kur erdhi në dritare për herë të parë dhe na tregoi për idenë që kishte për turizmin që do sillte në shtëpi, më kujtohet si tani, I thash patjetër do vim me ty, domethënë vetëm nuk e dinim, nuk e kishim qartë si do vinim ke ajo, realisht nuk e kishim qartë si vijej te shtëpia e Marianës. Shumë shpejt ajo ja doli jo vetëm t'ja bënte të qartë të gjithëve, por ta kthente në një destinacion turistik për të huajt atë shtëpi, të cilët janë gjithmonë në kërkim të këtyre gjërave shumë origjinale, dhe sidomos të njerëzve që din ta shesin mirë veten, siç është Neo Malsoria. Ajo ja doli ta tregoj veten aq mirë sa t'ja prishi mendjen Ramës për ta kthyer në mollën e Sherit të Shkodrës, pak a shumë, domethënë, por pse jo, mund t'ja dalit dhe ta kthej në shembullin tipik të hapjes për Partinë Socialiste, për mediat e huaja, BS-Paku, por edhe për shqiptarët, pse jo, të cilët nuk kanë rëndësi në fakt do votojnë apo jo, sepse ajo është e para e listës, është në listë mbyllur, do fitoj, mund të ketë marrë shansen një tjetri që ishte socialisti I thekur apo socialisti I rëndësishëm I Shkodrës, se në Shkodrë ka qenë e vështirë të ishte socialist, po ja që mori sepse diti të fliste. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Diti të tregonte veten, diti të shiste veten mirë, tek mediat e huaja, tek Edi Rama, tek operatorët turistik të cilët punojnë me të, tek turistët të cilët vetë tek ajo dhe kanë të pamjen idilike të balkonit që shikon Komanin, edhe vetëm kaq. Ajo dhe ka folur ku duhet të fliste. Në vëmendjen time, Mariana është një vajzë që flet në dialekt, në shkruan në dialekt në Instagramin e saj, por nuk është se është kështu vajzë e urtë edhe nuk të përgjigjet. Ajo I përgjigjet gjithëve. Madje disa prej ministrave socialiste që kanë komunikuar me të tregonin se arrogante ishte ajo, domethënë me mënyrën se si kërkonte gjërat dhe se sillej me to, sikur nuk I duheshin fare. Pas ka funksionuar arroganca e saj, por edhe kërkesa e saj, për shembull kur pati probleme për
u ndaluan varkat në Koman, ose pati probleme me... Ka shumë probleme atje, se nuk është vetëm e pamje idilike, ka probleme me varkat, kur ato u ndaluan, ajo foli fort, me tonet forta, për qeverin pa u shqetësuar që po prekte dikë, sepse ajo besonte tashmë që puna e saj kishte dalë në dritë dhe askush nuk mund ta kthente pas. Pra, janë disa gjëra bashkë që bëhen për ta bërë një personazh që bie në sy dhe pastaj politika do ta ketë mes të vetëve. Por e para është fjala. E pari është fakti që ti di të flasësh, di të tregosh veten, që ti do të flasësh, që ti do të tregosh veten, sepse produkte kanë shumë në shalë. Ju siguroj që ka produkte shumë të mëdha dhe shumë të mira se produkti që ofron Mariana. Po ajo diti ta tregonte mirë produktin e saj, diti ta tregonte shumë mirë për mediat e huaja, dhe me sa duket politikës në Shqipëri dhe në këto kohra që jemi hapur, i duhet i vi anglisht, a ke studuar jashtë, a ke ardhur nga jashtë, a flet anglisht, a të njohin, a ke ndjekës jashtë, kjo është një e rëndësishme, dhe pastaj vjen e tjetra, po sa ndjekës ke në Instagram, po a do të votojnë ata ndjekësit virtual, po a flet ti në media, a të pëlqen media ty, a ke pikturën e dur, pra a flet ti, shqip apo anglisht, a di të flasësh ti. Kjo është shumë e rëndësishme për politikën, sepse politika e di që ti pastaj kur ti drejtohesh publikut tënd, do ti drejtohesh nga një dritare, cila do qoftë ajo nga dritare TV, apo nga frëngjia e Instagramit tënd, se TikTok u mbyll, që është nga sot pushim të mbar TikTokut me qira fjala. Nuk e di unë, nuk kyte njerëzit që më shqetëson ky fakt, duke qenë se nuk kam TikTok, ka TikTok dritare sigurisht, na e mbyllën njerë kot fare, se po iki nga tema, por gjithsesi e hapëm prap. Vazhduam, është një mjet i mirë, po unë nuk e çmoj, duke qenë e kam hequr fare nga celulari, sepse ja kam daluar patjetër edhe pajsës. Domethënë ishte një mënyrë që ku unë nuk doja që ato kishte akses, nuk e kontrolloja dot dhe hoqa fare. Kështu që, okay, u hoq një vit, mund t'i që dëm shumë, nuk jam e shqetësuar nga ky fakt. Prandaj nuk do të ndaloja të flisja, do ndaloja të flisja për ata që flasin. Mariana është një personazh pra i shpikur nga media, që ka punuar fort, që të jetë një njeri me produkt, por ka ditur të shes produktin e saj. Nuk do doja të ndaloja veçanërisht e Mariana, por do doja të ndaloja të dy personazhe të tjerë. Mariana ishte shembulli, pra, në Omelsoria. Do të ndaloja të dy personazhe të tjerë, të cilët i njoh më mirë, është Vera dhe Ina, të cilat i njoh personalisht për sa kohë. Inën, sidomos e kam njohur hershëm. Isha duke punuar për një projekt për Romët, dhe atëherë se haroj kur me Prudin kam punuar, po? Me Prudin kam punuar në atë kohë, në 2007, nuk e di, po, besoj 2007. 2017 diçka e tillë, nuk më kujtohet, ngatroj vitin, por më ka për shumë përshtypje atëherë se si në një lagje me Rom, kjo ka qenë që më ka ngelur, të cilët ishte shtruar rruga dhe ishin rregulluar gardhet, me oboret, përpara ishin rregulluar dhe me një projekt uaj dhe që nga një moment gjithçka kishte ndryshuar në atë zonë dhe ne shkuam për drek në një prej atyre shtëpive që me cagatime fantastike të zonës, u këndua, u fol, u qesh, u tregua dhe jeta e tyre befas kishte ndryshuar nga një rrugë. Rruga ndryshon jetën e secilit prej nesh dhe tregon atë që ai ishte në të vërtetë. Dhe i kishte bërë ata njerëz të ndryshonin dhe të fillonin të rinin ato shtëpitë e tyre, të shijonin ato shtëpitë, e të ndanin gatimet me njëri tjetrin dhe ta bënin ato rrugë ndryshe. Njëra prej njerëzve që takuan atë kohë ishte Ina Majko. Ina Majko bëri shumë përshtypje, e bukur, ekspresive, e dashur, e mençur, e dedikuar, dhe tregimi i saj ishte jashtëzakonshëm për Romët. Unë nuk e harova Inën dhe kohë më pas kur nisëm me YouTube-in, Eftoa dhe doja që o tregonte jetën e saj. Dhe ajo më tha që jeta ime ndryshoi nga i shkrimi, kur ti the Ina, një Rome mrekullueshme. Sepse gjithmonë tha, unë kur e pash Angela, sepse ne mbas fjalës Rome nuk e kemi asociuar, nuk e kemi bashkuar, nuk e kemi pasur kur bashk fjalën e mrekullueshme. Nuk ka qenë ky një tokë fjalësh. Ishte një Rome me probleme, një Rome që gjithmonë ka një tjetër epitet, po fjala e mrekullueshme mua vetë
më bëri të më shkëlqejnë sytë tha dhe më solli fat në jetë. Sepse po, unë jam një romë e mrekullueshme. Dhe pastaj tregoi për angazhimin e saj, që nuk kishte ardhur për shkak se unë bëra një shkrim. Nuk vjen angazhimi se ti bën një shkrim, po ngacmon diçka i shkrimi, ngacmon diçka ajo fjala, dhe ne ngacmuam te njerëzit që mund të ngacmosh diçka, tek Ina ishte e bërë. Dhe Ina pastaj kishte pasur rrugën e vet, një rrugë me njerëz që dikush i kishte hapur derën, dikush jo, dikush i kishte hapur një drejtare, po ajo kishte vazhduar. Dhe folëm në një intervistë që më la vetëm shije të mirë. Dhe ja ku jemi? Ina Majko është në listat e kandidatëve të Partisë Socialiste. Mund të ishte në Partinë Demokratike, mund të ishte në çdo parti, Ina i bën der çdo listë dhe çdo partie e kanë parë, e kanë zgjedhur, dhe po unë i them që dhe ne kemi kemi dhënë një dorë që Ina të duket, po gjithsesi duket ajo që ka për të dukur. Por duket sidomos ajo që flet. Ti duhet të flasësh. Nuk është shumë e rëndësishme. Fjala është e rëndësishme. Unë e di që në një farë mënyrë ne politikën e dim të gjithë, e gjitha pisë, e gjitha me probleme, ama ata hajdutët, ja ku ven, ja aty vjedhin, ja se kjo, duhet japësh lek që të fitosh, etj. Po ti provoj njerë, po ti fol njerë, se ku i dihet kush të dëgjon, ja që Ina ne ka dëgjuar. Ja që ka pasur këtë fat. Dhe të njëjtën që mund të them për Vera Ndrecaj. Vera Ndrecaj ishte, unë nuk e di fare që është socialiste, në fakt, se kisha iden çfarë ishte ajo. Zonjë dhe Katë Ngjarë nuk është socialiste. Po tha, intervista sa e parë ka qenë dritare, kur ajo tregoi një histori gati të pabesueshme, se si një zonjë që shkodrane në origjinë, e çuar të punojë në estradën e Peshkopis, mes estradën e Peshkopit, domethënë ishte pak kështu, po okay, ajo kishte vajtur të punonte, martuar me fëmijë, kishte provuar të jepte një drejtim tjetër jetës, dhe ai drejtimi që kishte qelluar të ishte akademik. Dhe nga estrada e Peshkopis ajo shkoi në Kardif dhe u bë pastaj pedagoge. Dhe u bë një simbol i ndryshimit, i zhvillimit, i përpjekjes për të punuar me veten, dhe ja doli dhe bëri gjëra fantastike dhe tregoi jetën e saj në atë rubrikën që ne bëm Jeta ime, ku unë uroj ti kemi dhënë mundësi shumë njerëzve. Jo thjesht je në lista, se nuk është vetëm kjo qëllimi, thjesht në lista, po t'je në vëmendjen tuaj për të vazhduar më pas edhe për të hapur dritare tjera, mbasi kanë dalë në këtë dritare, në dritaren që ka pasur këtë mision, t'i hapi dritare njerëzve të panjohur për shumicën, por të cilët shumë shpejt mund bëhen të njohur dhe mund të sjellin të mira publike. Ky ka qenë qëllimi im, përsa kohë kam menduar se kam intervistuar shumë njerëz dhe tani është një moment që mund të bëj diçka me njerëz të cilët nuk janë të njohur fort, por t'i sjell në vëmendjen publike. Edhe vendosja e 2 prej emrave në listat e Partisë Socialiste për mua është një ide që po, ne dalim të sjellin në vëmendjen e politikanëve, njerëz që intervistohen prej nesh dhe i tregojmë në dritën e tyre të vërtet. Ka pasur njerëz të tjerë, cilët u mendoja që do ishin në lista, nuk po e përmend tani me qenë se nuk janë, si në Partinë Demokratike dhe në Partinë Socialiste, një vajzë të Partisë Demokratike më erdhi keq që nuk ishte në listë. Ajo ishte gjithë gjallëri, ishte para disa ditësh një emër i njohur në fakt në Partinë Demokratike. Unë e takoja për herë të parë dhe më pëlqeu shumë historia e saj, historia e vajzës që e njohur Partinë Demokratike duke mbajtur për dorë nënën në atë përpjekjen në përpjekjet e para të Partisë Demokratike për të përballur me një Shqipëri që s'besonte asgjë dhe për më tepër me një grua demokrate. Është e vështirë tani të bësh politikë si grua, të duhet ndihma në lista të mbyllura, të duhet ndihma në familje që të mos shqetësohen njerëzit kur ty të shajnë, se të shajnë me libër shtëpie. Dhe për gratë është dyfishme e vështirë për gratë, për nënat, dhe përfituesi ka qenë atëherë që vetëm të shanin në rrjete, por dhe të qellonin dhe të poshtronin, dhe ishte shumë e vështirë dhe përfituron një grua që të rreq me vete dhe vajzën sa e vështirë ka qenë. Dhe unë e shikoja atë grua që nuk e njoh. E shikoja edhe vajzën e saj të vogël dhe të trembur që ja doli të bëj pasaj rrugën e saj dhe të përfshihet politikisht në një parti që ka nevojë të jetë në loj.
por ajo s'është, ajo vajzë nuk është në lista me çpash. Uroj mos kem gabuar, po gjithsesi unë i pash gjitha lista atje, ajo nuk ishte. Më erdhi keq, shumë keq. Gjithsesi, e dashur, nëse më dëgjon, nuk është fundi i botës, mos pasja një listë e vajzë e re, do vazhdosh, jeta vazhdon, rëndësi ka të bësh një rrugë me ndershmëri dhe me besim. Pastaj, këta janë aleatët tanë, në fund të fundit, ndershmëria dhe besimi. Po nuk besove, dhe po nuk ishe ndershme me atë që beson, nuk e di kush cilët janë aleatë tjerë, ka aleatë të tjerë, po janë të përkohshëm, sepse ato janë sosja nesër, thoshte shumë bukur një proverb, që mua ma tha një gazetar, në fakt gazetar bulgar në studio, që mos bëj atë që është, mos u vazhdo të gjërat që janë e likshme ose pa likshme, nuk është kjo që duhet të çogjëron jetë, se çfarë është tani e pa likshme, bëhet e likshme në një legjislacion tjetër, në një kohë tjetër, se edhe skllavëria ka qenë e likshme dikur. Por ti bëj gjëra të cilat janë të moralshme ose të pamoralshme. Kjo është në moralin tim, kjo është nuk është në moralin tim. Nuk ka lidhje a do ligjërohet apo jo, po nuk është në moralin tim ta bëj këtë gjë. Kështu që uroj që njerëzit e rinj që s'është vetëm vajza që tregova, po është edhe një djalë tjetër, një djalë nga Përmeti, një djalë fantastik, që unë e di që do jetë i mërzitur sepse unë di që ai mund të ishte në lista, po gjithçka ndodh në fund. Edhe një vajzë ishte gjithashtu në listën e Korçës, që edhe ajo nuk e pash që ti ishte një vajzë me një zë fantastik dhe me një mendim të kritik, nuk ishte në lista, por ju lutem vazhdoni, mos u dorëzoni, nuk është fundi botës, mos qenja në këto lista. Ka të tjera lista, ka të tjera mënyra për të përkushtuar dhe për të kontribuar në një shoqëri e cila nuk beson te kontributi. Prandaj mos u dorëzoni. Kjo është një mesazh që do doja t'i jepja njerëzve të cilët zhgënjen. Unë yt e njerëzit që po e di çfarë do me thënë të zhgënjesh. Në fund të fundit në këtë punën time, as ka qenë fush me lule, as është, as do jetë. Por ajo që më ka mbajtur është pikërisht besimi që unë e dua këtë punë, unë e dua fort. Unë dua të tregoj histori dhe do vazhdoj të tregoj histori. Jo më larg se partje, mora një zhgënjim të fortë, për shembull, sepse kështu janë zhgënjimet tona. Pas së shkënjimi që marr, edhe pse nuk e tregoj, kam gjithmonë o një puçër që më del, o një diçka fizike, domethënë një më shprehet fizikisht shkënjimi tashmë. Por thash vetes, okay, çfarë do bëj tani? Do rit mërsita? Okay, nuk jam në atë listë, edhe unë prisja të isha në një listë, jo deputetësh. Nuk kam lidhje me partitë, unë jam gazetare. Përjetësisht, përfundimisht gazetare. Okay, se pash vetën ndaj lista, thash, okay, çfarë do bëj në mërsita? Unë do vazhdoj të punoj. Kjo histori do bëhet. Do vazhdoj, unë do e bëj, unë e pëlqej këtë histori dhe unë do e tregoj këtë histori. Nuk ka asnjë dyshim. Unë do tregoj histori të cilat i duan të ardhmës fëmijëve dashur që unë kam rreth vetes, sepse ata kanë nevojë ta dinë historinë dhe treguar mirë. Dhe përdesë kam një zë do ta bëj. Prandaj fare nuk të rishem, fare nuk dorëzohem, fare nuk shinjem. Dhe në këtë mënyrë do doja t'ja u thosha edhe të rinjve që nuk janë në listat tjera, listat politike, dhe me siguri kanë marrë një dosë të fortë të shkënjimi se dikush mund t'i ketë premtuar, diçka mund t'i ngatruar, me të rinjt e kam sidomos, mos të riqni, sepse me të vjetrit ata e din vetë, nuk kanë nevojë për mesazhet e mia, sidomos të vjetrit e listave të Partisë Socialiste që janë jashtë, në PD janë të gjithë brenda. Dhe për ta është një garë, gjithsesi është një garë që edhe pse ata janë të vjetër e të njohur, duhet fjala, duhet të flasësh. Madje në këtë kuadër më kujtohet një moment me Pandeli Majkon, një ish kryeministër, një njeri i cili ka kontribut në Partinë Socialiste, kontribut të fortë, i ka provuar gjitha garat, dhe ka një kontribut edhe për faktin që vazhdon të jetë në garë, edhe kjo është një kontribut. Dhe nuk harroj paracakohesh në zgjedhje, ai ishte këtu në zonën 5, ne ku jemi, ne kemi televizionin, dhe ne i kërkuam një intervistë dhe nuk erdhi, nuk e quajti të nevojshme, tha që dalë ke këta, unë njohin gjithë. Dhe humbi, dhe kur humbi unë e quajta, unë po t'isha në stafin e tij, do i kisha thënë një për arsyeve që humbe është që nuk fole edhe këtu te këta komshinët tu që kanë hapur një televizion online, edhe kanë ca 200 milion ndjekës, edhe kanë ca 300.000 veta që i ndjekin, e ku i dihet ç'bën me ty ato 300.000 votat e këtyre. Sepse këta 300.000 që kanë ky televizioni nuk janë ndjekës të blerë, po janë ndjekës besnik, edhe kush e di sa kanë në këtë zonë,
dhe kush e di sa prej tyre do të votojnë, dhe kush e di se kanë diasporë, dhe çdo votë e tyre të duhet, andaj mos injoro askënd, po shko ulu aty dhe bëje tregimin tënd. Dhe kjo është që do t'i thosha tani të gjitha tyre që janë të vjetër dhe janë listat e hapura të Partisë Socialiste Demokratike dhe partive tjera, por atyre që janë të rinj dhe po mendojnë mënyra alternative për të kërkuar votën, e para është fjala, bëjeni. Kjo dritare është e hapur. Dhe ka mjaftueshëm njerëz që e ndjekin, që pastaj bashk, nëse ne bindemi për jush, do t'i bindim për të kërkuar votat për ju, sepse duam një politikë të pastër dhe të moralshme, një politikë të cilat besojmë. Prandaj do japim një kontribut të fortë, të rëndësishëm në këto zgjedhje për të çuar në parlament deputetët që duam, nga të gjitha partitë e spektrit në Shqipëri. Regjistrohu tek Dritare Televizion, tek Rudina Xhunga, tek këto dy kanale që po kapin 300.000 ndjekës dhe do t'jenë një zë i rëndësishëm në këto zgjedhje, kjo është e sigurt. Dhe sa më shumë japim, kemi shembuj nga këto ku tregojmë që ne dim të jemi një zë i rëndësishëm, pastaj rrugës aq më shumë shtohemi, aq më shumë forcohemi, aq më shumë përmirësohemi dhe tregojmë historinë e Shqipërisë, arsyeën pse është hapur ky kanal. Dhe historia e Shqipërisë në këto muaj bëhet nga zgjedhjet. Jemi këtu për t'i treguar. Faleminderit.